Miq të dashur të Ora 24, përshëndetje. Jemi edhe në një podium ku do të flasim me zëvendës kryeministrin e parë, zotin Bekim Sali, po ashtu njërin nga për momentin do të themi liderët e Vlenit, por së shpejti ndoshta sekretari i përgjithshëm, se zgaboj, direktor i Vlenit apo jo. Ashtu është sipas planit. Ashtu është sipas planit. Faleminderit për kohën, faleminderit që jeni në podium dhe besoj që të kalojmë mirë. Patjetër se nuk mund të ikim temës kryesore aktuale, më aktuale që është për momentin, pra kongresi i parë i Vlenit, i cili do të bëhet më 9 maj. Dua një mendim tëndin më të drejt për drejt, më personal. Çka do të formohet dhe çka i pret qytetarët kur të formohet Vleni në një parti mbas 9 maj? Ajo që është diskutuar edhe më gjatë kohë dhe pritshmëria që ka qenë e opinionit e qytetarëve, gjithë përkrahësve të Vlenit, të koalicionit Vlen, që një ditë ky koalicion të jetë një parti. Jemi duke arritur, ka qenë proces jo i lehtë, jo i shkurt, domethënë ka zgjatë një periudhë, por janë shoshit gjitha detajet të cilat kanë qenë nevojshme edhe për ne brenda, po edhe për opinionin që formimi i Vlenit ta ketë një kuptim më të gjatë, edhe organizativ, po edhe si strukturë politike, e cila në të ardhmen do të kryejë politika duke pas parasysh se jemi pjesë e shumicës parlamentare dhe pjesë e ekzekutivit qeveritar, kështu që duhet kryejmë edhe politika ekzekutive që janë për të mirën e fillimisht të shqiptarëve, po edhe gjithë qytetarëve që jetojnë në vendin tonë. Ajo që na pret gjithëve neve është një riorganizim dhe një mesazh politik të cilin duam ta japim, se për herë të parë 4 parti politike, në fakt 5 struktura politike, bashkohen në një qati me një organizim të ri dhe ajo që opozita për fat keq e shfrytëzonte kombas kohës si argument se nuk do të mund të funksionojnë, do të ndahen pas 2 muajsh e kështu me radhë. Ne e dëshmojmë të kundërtën, 2 cikle zgjedhore i kaluam me sukses, kemi funksionuar në mënyrë shumë të mirë, korrekte brenda Vlenit dhe me këtë e përmbyllim atë ciklin e formimit një parti politike. E pas asaj, natyrisht, na presin shumë obligime në ekzekutiv. Mendoj që është momenti mirë edhe t'u shpjegojmë qytetarëve më shumë dilemat cilat i kanë rreth funksionimit të Vlenit. Në briefingun me bashkë liderët e fundit që ishin me gazetarët i diskutuam, mirë po jo ato që i din edhe opinioni, a kanë interes shumë të madh të dinë. Për shembull, çështja e asaj se si të koordinohen 2 bashkëkryetaret, kush do ta ketë drejtën e nënshkrimit, kush do t'i ketë vulat, dhe po ashtu si do të figurojnë në regjistrin qendror. A mund t'i sqarojmë këto si janë zgjidhur? Po edhe ligjërisht a ka hapësirë që të mund të ketë 2 bashkëkryetare kështu më radh? Kështu, domethënë janë çështje aq teknike saqë besoni se nuk ka qenë as pak ngarkesë grupit punues apo neve si presidencë e ardhshme të merremi me detajet, cili nënshkruan, cili është para organeve zyrtare, cili a do të jenë të dytë apo vetëm njëri. Me rëndësi është që ne të kemi kohezion brenda presidencës dhe brenda gjitha strukturave, të jetë një udhëheqësi e re e pranuar fillimisht nga strukturat tona si 5 parti, dhe pastaj tulem edhe të krijojmë politika të shëndosha për qytetarët. Kjo është ajo esencialja, kjo tjetra është e përkohshme, ne nuk i kemi diskutuar as pak çështjen e cili do të jetë kryetar, nënkryetar, sa do të ketë kryetar, a do të ketë një sekretar gjeneral apo do të ketë ndonjë organizim tjetër, dhe pse e dini më herët se kishim një propozim të cilin nuk u pranua, gjithçka në rregull, kaluam në fazën e dytë, në modelin e dytë të funksionimit, do ta shohim të ardhmen si do të funksionon. Unë jam optimist se do të funksionon, për arsye se deri sot s'kemi pas këso lloj vështirësi në aspektin cili shkon të na përfaqësojnë në një takim apo në takimin tjetër cili do të shkojë. Domethënë kemi dhënë hapësirë ai që është i lirë, kush mund ta përçon mesazhin e Vlenit, ka qenë prezent në takimin e formimit. Mund t'u shpjegojmë këto çështje teknike qytetarëve nëse më veç janë të vendosura. A ligji a lejon që të ketë 2 bashkëkryetar, a do të figurojnë edhe në regjistrin qendror ose kështu me radhë? Domethënë kështu, ne kemi pas një grup punues në të cilin ka pas të kyçur edhe jurist, dhe ata kanë vlerësuar se në bazë ligjit aktual mund të ketë 2 kryetar.
Kështu që për mua është procesi kryer. Nuk jam futur në detajet të di fiks cili nen i ligjit parashe këtë çështje për arsye se është obligimi deleguar të grupi punues dhe ata kanë punuar në këtë drejtim. Ajo që dihet në opinion për strukturimin e Vlenit është se të ketë 2 bashkryetar, sekretar të përgjithshëm edhe kështu me radhë. Kjo është thënë deri më tash publikisht. Nëse mund zbulojmë, cilat do të jenë struktura tjera që për shembull do të ketë sekretar organizativ. E marr vetëm si shembull, nuk është e kam si informacion, ose do të ketë sa nën kryetar tjerë do të ketë e kështu me radhë. A mund nxjerrim detaje? 2 nën kryetar planifikohen dhe 5 sekretariate. Njëra është sekretariati organizativ, sekretariati për çështje kadrovike, sekretariati për opinion publik, domethënë për marrëdhënie me publikun, sekretariati për marrëdhënie të jashtme ndërkombëtare, domethënë bashkëpunim ndërkombëtar, dhe është edhe një sekretariat për çështje juridike, nëse nuk gabojm. Këto janë 5 sekretariate të cilat do të formojnë bazën e funksionimit të Vlenit. Do të ketë kryesi, e cila do të jetë kryesi jo me ingerenca vendimmarrëse, po do të jetë kryesi konsultative dhe kuvendi qendror i cili do të jetë me mandat 4 vjeçar për sjelljen e vendimeve të rëndësishme për partinë. Tashmë dihet se 9 maj do të zyrtarizohen gjitha këto, do dihen edhe gjitha detajet. Megjithatë, çfarë do ju thoni qytetarëve, si do i bindni që tash prej 9 maj më nuk do të jetë si më parë dhe gjithçka brenda Vlenit do të funksionojë siç duhet, si përfaqësimi i qytetarëve, ashtu edhe punët të cilat duhet të bëhen obligime ndaj tyre. Po, mendoj se do të jetë edhe shumë lehtë. Domethënë, deri tani s'kemi pas në mos funksionim apo vështirësi në funksionim, në realizim të synimeve tona politike, nuk kemi pas këso lloj vështirësi dhe besoj që edhe si një parti politike gjithçka do të jetë në mënyrën se si ka funksionuar deri tani. Nëse kemi qenë 5 grupe politike të cilat kanë funksionuar në një çati si koalicion, besoj se tash si një parti politike do të jetë edhe më lehtë. Nuk do të ketë ndonjë ndryshim esencial në krijimin e politikave. Natyrisht, fokusimi do të jetë më i mirë për arsye se gjithë do të jemi me një zyrë, domethënë do të funksionojmë me një qendër të përbashkët. Shumë u ngrit plur kur u mbajtën mbledhjet e partive, domethënë në LD, BESA, Alternativa dhe kështu me radhë, se në kumtesën që e dhatë mbas mbledhjes si alternativ, nuk e cekët shkrirjen e organeve të partisë që bëri LD-ja dhe BESA. Keni mbajtur më mbledhje prej atëherë ose është sjellë në një vendim i ri prej asaj? Ose vetëm mbetet ajo që ju ishit i deleguari për të marrë vendimin dhe për shkrirjen në Vlen? Nëse e shifni thjesht dua ta sqaroj për opinionin gjithë ato polemika që janë ngritur në këtë periudhë, prandaj edhe po ju pyes. Nuk kam përshtypje se ka pas polemika, po sidoqoftë, me që e konstatoni kështu, domethënë nëse ka pas deklarata të llojit shkrirje, ne kemi thënë keni bërë terme tjera, keni përdorur? Nuk kemi përdorur term tjetër, për shembull, ndoshta kemi thënë i ndërpresim aktivitetet e alternativës dhe jemi për kyçjen tonë apo shkrirjen tonë në Vlen, ose krijimin e një partie të unifikuar Vlen, kështu që ndoshta në terminologji ka dalluar, mirë, por në esencë është e njëjta. Edhe kur ka pas deklarata tjera si shkrirje, ajo ka nënkuptuar pasivizim të aktivitetit me logon e partisë të cilën e kam përfaqësuar dhe mbas një kohe, domethënë, është sjell vendimi i përbashkët për formimin e Vlenit. Kështu që nuk ka pas ndonjë dallim esencial. Ajo që mendoj se duhet të jepet si sqarim qytetarëve është fakti se derisa harxhohesh energji për të bërë Vlenin një parti, ndodhen disa përçarje brenda për brenda. Disa herë për çfarë aleanca, duke filluar pas largimit të zotit Taravari, mori timonin zoti Fetaj, pastaj mbeti që të jetë vetëm dhe Mimoza Musa, e cila besoj se të jetë nën kryetare, sipas informacioneve që janë shpërndar nga vetë përfaqësuesit e Vlenit dhe kështu me radhë. Dhe kur e kemi parasysh edhe backgroundin e gjitha partitë politike që e përbëjnë këtë subjekt që vazhdimisht
kam pas probleme për përçarje kështu me radhë. Si do i bini tash qytetarët që me të vërtet fokusi do të jetë tek ta? Më thonë kështu, unë personalisht partitë politike i shoh si organizëm i gjallë. Më thonë, ne gjithë kohës kemi lëvizje të aktivistëve, të ndoshta edhe të eksponentëve politikë. Mos pajtime. Kjo është demokracia e hapur. Është qetësuese nëse në një parti politike e cila funksionon më gjatë kohë nuk ka lëvizje. Do të thonë, o ka diktaturë aty, o thjesht njerëzit qëndrojnë aty për shkak të ndonjë interesi apo diçka që i ka lidh ata me atë parti politike. Unë e vlerësoj se demokratizimi i tepërt brenda partisë i jep hapësirë secilit që ta shpreh mendimin, sugjerimin, pakënaqësinë, revoltën, eventualisht të afrohet me një strukturë politike. Mbas një kohë mund të mos pajtohet me politikat e tilla, për shkak pritshmërive apo ndonjë qasje të ndryshme në zgjedhjen e problemeve të ndryshme politike, domethënë edhe mund mos pajtohet, largohet nga struktura politike, kështu që e shoh shumë të natyrshme këtë punë, edhe pse na konvenon ose jo është temë tjetër për diskutu, mirë po si lëvizje politike besoj se është pjesë e procesit edhe nuk ka ndonjë shqetësim të madh. Kush i ka besu funksionimit vlenit është bashkangjit me vlenin, ata që kanë besu se pa vlenin janë më të mirë dhe më të suksesshëm e kanë provu veten jashtë vlenit, rezultatet e zgjedhjeve e flasin atë që e dim gjithë ne, kështu që është vlerësim individual, grupor, i një partie politike apo një organizate politike e cila e vlerëson duhet të jetë në një koalicion, në një parti, apo do të jetë jashtë asaj. Dhe kjo është shumë demokratike. A ka bërë siç duhet vlen deri tani punën e duke marrë parasysh premtimin e zgjedhjeve parlamentare dhe lokale? Po ne, shifeni, kur jeni në ekzekutiv, padyshim se ka pakënaqësi krijohen, për shkak se jeni në ekzekutiv, pritshmëritë janë të mëdha. Mirë po besoj se misionin kryesor për të dhënë një mesazh ndryshe, një veprimtari ndryshe në ekzekutiv dhe përmbushjen e pritshmërive të shqiptarët të cilët i kanë në vendin tonë, mendoj se e kemi kry dhe mundohemi çdo ditë ta mbajmë këtë tempo, pa kriju comfort zone të ekzekutivit apo pa kriju ndonjë terren në të cilin e konsiderojmë veten se jemi të pandryshueshëm apo këtë e kemi dëshmuar edhe disa herë me ndryshimet të stafit që na përfaqëson në ekzekutiv, siç e cekët edhe më herët, ndoshta ka pas raste të largimeve të njerëzve të cilët nuk janë pajtuar me politikat e vlenit, mirë po vleni vazhdon i unifikuar, tash siç e cekët edhe me 9 maj, veçma formohet një parti politike, një qendër vendimmarrje do të jetë aty dhe besoj se kjo do t'i shërbej edhe vetë organizatës politike, po edhe qytetarëve. Megjithatë, këto 2 ose 3 ditët e fundit u aktualizua tepër çështja e zotit Limani, njëri prej ministrit aktual në qeveri, ish nën kryetari i lëvizjes Besa dhe pasi po normal tashmë nuk i kanë strukturat e lëvizjes Besa duke i dhënë ato për formimin e vlenit. Pas deklaratës të dieshme të kryeministrit Kristian Miskovski se mund të ketë së shpejti zgjedhje parlamentare, e dha mesazhin të parakohshme parlamentare, e dha mesazhin e qartë, paktën unë ashtu e lexova, se vleni tash do të përballet me mua në zgjedhje, pas gjithë asaj që ndodhen, që supozohet ishte i padëshiruar më në vlen për arsye cilat ju si përfaqësues vlenit mund t'i dini më mirë. Si e komentoni çështjen e zotit Limani? A duhet që të largohet dhe mos jetë pjesë e vlenit? Mirë, aktiviteti i ministrit Limani në vlen është pasivizuar ka disa muaj, domethënë nuk është diçka ndonjë risi për opinion edhe për ne si. Po megjithatë tash ishte ai reagimi i drejtë për se bile kushtimisht po e them thojza kërcënimi se tash do ta shihni kush është Fatmir Limani. Unë sa kam arrit të ndjek, nuk mendoj se është reagimi i parë i kësaj natyre, ka pas edhe më herët ndoshta, po përsëritem vendimi çdo njënit si individ, si grup, si parti politike është të sjellë vendime për të ardhmen e tij, të grupit, të partisë,
a do të jetë pjesë e Vlenit, a do të jetë kundër Vlenit, apo do të kundërshtoj politika, do të kyçet dikun tjetër, do të kërkoj ambrell tjetër për ta përfaqësuar mënyrën e politikë bërës së tij, dhe është shumë natyrshme. Cila është arsyeja e kësaj kërcitje kaq të madhe, e distancimit të zotit Limani nga Vlen, qoftë e atij personalisht ose po qoftë edhe pas ndonjë dëshire ose arsye nga vetë liderët e tjerë të Vlen? Mendoj se ai vetë duhet të jep përgjigje më të saktë, më korrekte do të jetë që ai vetë përgjigjet në këtë pyetje. Unë e vlerësoj se ka qenë ndoshta ndonjë mosmarrveshje brenda partisë politike Besa, e cila ka shkaktuar këtë revolt, pakënaqësi, rezistencë, largim, si mund ta definojmë. Mirë po, ndaj Vlenit, ndaj nesh tjerëve të cilët nuk kemi qenë ndoshta në etapat e para të kyçur direkt në komunikim me te, nuk kemi ndonjë arsye për këso lloj revolte, s'paku unë nuk di për një arsye, por është e ti të jep sqarim se ka shumë mlef ndaj Vlenit sot, nëse një pjesë e madhe e Vlenit nuk ka të bën me veprimtarinë e tij. As nuk e kemi caktuar në ministër, as në listën e deputetëve nuk e kemi propozuar një pjesë e Vlenit, po flas. Flasi po për pjesën e alternativës LDS vetëvendosur aleancës. Kështu me radhë, kështu që nuk mendoj se duhet të generalizohen akuzat ndaj Vlenit, mirë po, në rregull është tash. Vendimet janë të këtilla, realiteti është kjo, vinë zgjedhjet kur të vinë, parakoshme ose të rregullta, kështu që do të shohim atëherë. Si zëvendës kryeministër, jeni i kënaqur me punën e zotit Limani? Jeni zëvendës kryeministër i parë, është ministër në ombrellën e pozicionit tuaj, kështu do të edhe opinionit ta dinë se në periudhën derisa jam prej kur jam zëvendës kryeministër i parë, nuk kam pas ndonjë komunikim me zotin Limani, që më vjen keq, se është sidoqoftë opinioni e një si përfaqësues i Vlenit në qeveri, po unë nuk kam pas asnjë lloj komunikimi, as në mbledhjet e koordinimit që i mbajmë çdo të martë para mbledhjes së qeverisë, nuk ka marrë pjesë, as nuk e ka elaboruar arsyen e mungesës, apo nuk ka ndjenë ndoshta nevojë të arsyetohet pse nuk vjen. Si që tjetë është, mendoj se është vendim individual, personal i tij, nuk ka të bëj me ndonjë trajtim të Vlenit ndaj ministrit Limani, po janë hesape të mëhershme të cilat ata i duhet t'i sqarojnë. Megjithëse ju u bët lider i partisë, më thonë i alternativës pasi hyri Vlen në qeveri, do më thonë pas tërheqjes nga pozita e zotit Ibrahimi, por tash dua të diskutojmë një informacion që qarkullon shumë në opinion edhe që ndëgjoj shpesh. Zemrimi edhe prandaj po dua t'ju pyes, a ju e dini këtë informacion dhe a është paktën ashtu? Informacionet qarkullojnë se zoti Limani është ai i cili faktori kyç për i cili e mbajti Vlenin në qeveri, kjo për shkak të afërsisë me kryeministrin pra Mickovski, madje e tregojnë një rast kur përderisa BDI ka qenë e gatshme që të hyjë me më pak deputetë dhe funksionar në qeveri, Vlen ka lutur që të hyjë në qeveri dhe është detyruar zoti Limani, ose e kanë detyruar zoti Limani të kthehet prej Shqipërie, prej në pushim, që ta lus kryeministrin që Vlen të mbesë qeveri dhe mos të jetë BDI-ja me më pak funksioner, atje duke i marrë edhe dy ministri më shumë. A mund ta sqarojmë këtë? Ju garantoj që është bisedë që qarkullon shumë në kuluaret e. Kështu, keni fjalën për fillim? Në fillim për formimin e qeverisë, për bisedimet e para. Jo, nuk ka të bëj. Unë nuk e vlerësoj aq sa kam informacione, siç e thekët edhe nuk kam qenë ndoshta në vijën e parë të vendimmarrjes aso kohe, edhe pse isha deputet i zgjedhur, por në bisedime ka pas ekip tjetër, i cili ndoshta ka qenë më informuar për këtë proces, mirë po nuk mban kjo për një arsye logjike. Sikur të kishim qenë ne në pozitën të lusim atë shumë, do duheshte ta ulim pazarin. Do duheshte të marrim më pak se sa që do të mishte dikush tjetër. Të lusish dikën të marrën në qeveri, por të t'jape më tepër,
mendoj se nuk mban, nuk ka logjik thjesht. A mund të jetë e vërtet, nuk e di. Por nuk ka logjik, unë një send e di se edhe opinioni, edhe skena politike, edhe frymat ndryshme kam pas një vendimmarrje që BDI mos tjetë pjesë e qeverisjes, për arsye se vlen ishte ndryshimi, ishte shpresa e përfaqësimit të denj të shqiptarëve në qeveri, pa gjitha ato dështime dhe lëshime të cilat BDI me vite i bante në skenën politike, duke keq përdorur pushtetin të cilin e kishin në të kaluarën, dhe nuk mendoj se këtu ka pas ndonjë individ i cili ka mund të kontribuojë. Ndoshta kontributi i ndonjë bisede mund të konsiderohet si faktor kyç për një vendimmarrje të tillë, që realisht nga përvoja politike modeste të cilën e kam, nuk mendoj se ashtu sillen vendime dikush duke lutur dikën tjetër. Por se e dim, është edhe e argumentuar se në zyrën 161, nëse nuk gaboj në parlament, ka pas insistim të tepërt me ulje të kërkesave, me lëshim të pozitave që ndoshta të kaluarën janë njohur si pozita strategjike politike të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, edhe përsa gjithë këtyre ofertave përsëri nuk kanë arrit të kenë marrëveshje, edhe nuk mendoj se është kështu, por me që ju e keni këtë informacion edhe thirrjenin atë, ndoshta. Unë po flas informacion që qarkullon që diskutohet. Të paktën më sa një fëmijë e din që nuk flas gjëra që unë më tepër e konsideroj si komunikim, por jo edhe aftësi vendimmarrëse deri në atë shkallë, domethënë se ndikim. Mendon e ke thënë do të thosh jo ndikim, po mund të ketë komunikim verbal. Ne gjithë flasim me gjithë, por ne nuk jemi të sigurt se fjala e jonë ka sjellë një vendim kaq të madh strategjik për skenën politike. Kështu që nuk tash si përfaqësues i vlen. Nuk flas pe pozitës i personit i cili ka qenë i kyç. Ashtu. Jo, unë për korrektësi e përmenda prej më herët. E përmend si funksionim normal, si mund të rrjedhin situatën me supozim. Patjetër, unë prandaj prej fillim e sqarova situatën për të informuar opinionin se si kanë qenë rrethonat atëherë, megjithëse nuk mund t'i nënshmojmë qytetarët se ato e dinë shumë mirë, barën të paktën i mbajnë mend shumë mirë rrethonat dhe s'mund të themi që ka qenë Bekim Sali pjesë e negociatave për themelimin e qeverisë të parë VMRO Vlen, kurse e dishim se atëherë nuk kishit lider i Vlenit. Por dua të mbetem te rekonstruksioni, tash të vazhdojmë me rekonstruimin e qeverisë. Tash jeni edhe si zëvendës kryeministër i parë, por jeni edhe njëri nga figurat kyçe të Vlenit, e dim do të jeni sekretari i përgjithshëm edhe kështu me radh. A do të jetë pjesë e rekonstruimit të qeverisë do të Liman? Mendoj se pritshmëria është shumë e madhe. Pres përgjigje nga ju. A do të jetë pjesë e rekonstruimit, ndoshta mund thoni po e bën punën, po supozojmë e bën punën mirë, le ta çojmë mandatin deri në fund. Mund ta them këtu, si do të jetë ajo është çështje që do diskutohet pas një muaji, e do të sillet vendim. Mirë, po një gjë mund ta them se nuk do të jetë në listën e ministrave të cilët do t'i propozon Vleni. Për rekonstruimin e qeverisë. Që të vazhdojmë me mandat. Cilat janë restorat për të cilët Vlen mund të ketë lëvizje të kuadrove të saj? Po ju pjesë përsëri në cilësinë e pozitës që e keni në rekonstruimin e qeverisë. Në cilat ministri mendoni se keni bërë maksimumin që duhet të vazhdojnë të jenë kuadrat Vlenit dhe ku mendoni se duhet të merrni një ministri tjetër që të jepni më shumë kontribut për krijuar politika dhe për të dhënë rezultate më të mira për qytetarët? Unë mendoj se çdo ministër të cilit ja kemi dhënë besimin e ka kryer obligimin e tij. Nuk mund ta shohim funksionimin e performimin e ministrive në fokus vetëm të një resori. Domethënë do të shohim edhe pakës edhe funksionimin e tërësishëm qeveritar, nëse dikund ka pas ngjecje apo rezultate më të ulta nga pritshmëritë, mendoj se rekonstruimi në atë resor mund të shkaktoj pastaj lëvizje të tektonike, siç e themi, te resorët tjera për shkak të kombinimeve mes partnerëve të koalicionit të cilat mund të ndodhin. A mundet më mirë? Gjithmonë mundet më mirë. A ka resore të cilat mund të arsyetojmë më tepër? Po ka. Dhe kjo do të hape
temë më të gjerë brenda koalicionit, e dini, 3 partner koalicioni jemi, tash secili ka interesat e veta dhe pritshmëritë e tyre. Dhe këtu duhet t'i përputhim dhe t'i koordinojmë gjithë funksionimin 2 vjeçar deri në zgjedhjet e ardhshme të rregullta. Mendoj se vlen ka kapacitet mjaftueshëm për çdo resor, të cilin nesër mund ta marrim dhe të arsyetojmë besueshmërinë edhe të vlenit të votuesve të vlenit, të opinionit, të qytetarëve të cilët e kanë përkrahur vlenin, po edhe të qeverisë. Për arsye se përfaqësues ekzekutivi nuk jeni vetëm përfaqësues i partisë politike e cila ju dërgon, ju a beson një pozitë caktuar, po jeni përfaqësues edhe i gjithë qytetarëve dhe natyrisht do të krijoni edhe politika të shëndosha për të gjithë. Edhe mendoj se vlen ka kapacitetet mjaftueshme për të emëruar nesër ministrat, zëvendës ministrat të cilët do ta arsyetojnë besimin. E shihni veten gjatë rekonstruimit në këtë pozitë që jeni në një pozitë tjetër ose të rini vetëm si mundur, gjithçka është e mundur. Shihem me fun. Ose edhe si janë kërkesat brenda vlenit, ndoshta tash më shumë po ju pyes edhe për bindjen edhe dëshirat personale. Nuk ka dëshira personale. Jo, në atë aspektin ju ku e shihni veten, mos të kesh kuptuar, ku e shihni veten? Është çështje se nuk mund të bëjmë projeksione afatgjate. Unë nuk erdha në këtë pozitë si rezultati një projeksioni individual apo të partisë politike. Këto janë rrethana politike të cilat ndodhen me zgjedhjet lokale. E dini, duke pas parasysh rezultatin të cilin ne kishim targetuar si vlen dhe të cilin doshim të arrim në zgjedhjet lokale, ne erdhëm në këso lloj zgjidhje. Dhe nëse vlen cakton një target të ardhshëm për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, edhe ajo mund të jetë e kushzuar me rekonstruimin e ardhshëm, nuk dihet. Pozitat janë të lëvizshme. Jam 4 muaj në këtë pozitë, mund nesër mos të jem, mund mbetem pa ekzekutiv, ndoshta ta ndihmoj vlenin pe qendrës për arsye se detyra e sekretarit gjeneral është shumë e madhe dhe gjithçka është e hapur dhe e mundur. Domethënë ne do të edhe ne si politikan, po edhe opinionit mësohet ta kupton, ata jo se nuk e kanë qartë, e din këtë punë, se gjithçka është e ndryshueshme në skenën politike. Sot je, nesër nuk je. Po do të jesh i gatshëm të shërbesh në frymën në cilën je përkushtuar dhe ke thënë se unë jam pjesë e një strukture të tillë dhe mesazhi im apo qëllimi im politik është kjo. Niveli, pozita, forma se si do të japish kontributin është zgjidhje momentale, mund të jesh deputet, mund të jesh ministër, po mund të jesh edhe një aktivist i rëndom për ta shërbyer këtë frymë. Kështu që mendoj se kjo është primarja, e sekundarja është pozitat ku në moment të caktuar mund gjendesh dhe të arsyetosh detyrën të cilën e ke marrë përsipër. Gjatë disa deklarimeve, por edhe bisedimeve jo formale me gazetarët, zoti Mexhiti më thonë e ka deklaruar hapës se dera është hapur në qeveri për zotin Sela. Cili është mendimi juaj këto, po ashtu njëjtë si përfaqësues i vlenit dhe a ka nevojë që të ketë ende parti që do të jenë pjesë të koalicionit aktual qeveritar? Dhe cila do të ishte nevoja? Për çfarë arsye? Do të thonë, në princip nuk komentoj komentet huaja. Megjithatë zoti Mexhiti është jeni në një nuk ka një vendim të këtillë. Do të thonë mund të jetë deklarat ose koment i një rrethane të caktuar, nuk e di edhe çfarë rrethane është thonë kjo, po sido që të jetë. Ka thënë në një nga emisionet, por në princip në politik nuk ka kufizim. Domethënë gjithmonë do të jeni të hapur për ardhje, vajtje, çka më kontriboi zoti Sela në qeveri, duke ditur edhe për koalicionimin me AKI-n, rezultatin e zgjedhjeve lokale dhe kështu me radhë. Cili do të ishte çmimi që ai do t'ua japë qytetarët? Kjo është një temë e re që do të mund ta diskutojmë, cili sa ka peshë, sa mund të jap kontribut e kështu me radhë. Ata janë 3 deputet dhe si deputet mund të japin kontribut, padyshim. Domethënë, çdo deputet është një numër i rëndësishëm në Parlamentin e Maqedonisë Veriut, kështu që nëse është fol në këtë aspekt, ka konteksti i përkrahjes eventualisht nesër ndonjë votimi për patenter apo krijimi një shumice më të madhe për ligje të caktuara, mund të jetë opcioni i hapur, po në princip flas si parti politike, si pjesëmarrës në skenën politike, do të jemi gjithmonë të hapur për ardhje dhe vajtjet e mundshme, për arsye se
edhe shkuarja e dikujt ndonjëherë t'jep fuqi politike më të madhe se sa prezenca e tyre brenda një trupi politik. Kështu që kjo dhe e kaluara neve na e ka dëshmu këtë, kur mendoni se këtë rast cila është më e mirë, po ju pyes direkt, duke e di që keni përvojë me zotin Sela, më e mirë është të qëndroj aty ku është ose të vi, cila do të kontribuojë më shumë për të pasur sukses qeveria ose partitë shqiptare në qeveri? Gjithçka ka çmim. Do të varet prej rrethanave dhe targetin të cilin do ta ketë vleni në periudhën e ardhshme 2 vjeçare, dhe nëse në këtë target ton figuron se ka nevojë për plus 3 deputet, unë mendoj se duhet vinë. Mirë, po nëse në këtë plan 2 vjeçar pas rekonstruimit deri në zgjedhjet e ardhshme tregulta nuk kemi ndonjë plan që na duhen numri i konsiderueshëm i deputetëve shtesë, mendoj se nuk ka nevojë për shtim të numrit deputetëve, për arsye se nuk do ta shfrytëzojmë atë potencial. Kështu që nuk e din çfarë rrethana është thënë, do ta përsëris edhe një herë. Me siguri ka pas ndonjë argumentim apo arsye tim për ta deklaruar. Thjesht si politikan do të jemi të hapur për gjithë kënd, se mund të vi edhe nesër ata të cilët vendosin mos të jenë pjesë e partisë politike apo një koalicioni, do t'i pranojmë shtrut dhe të vazhdojmë ne me misionin ton politik. Po ndër lidhje aty ku e përfunduat fjalën me zgjedhjet eventuale të parakohshme parlamentare, a duhet të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare? Kështu, në princip, tash flas pe aspektit të zëvendës kryeministit qeverisë në vitin kur është viti ideal për të kontribuar për të mirën e shoqërisë, nuk ka zgjedhje të planifikuara, dhe në moment kur nuk ka ndonjë krizë të caktuar, nuk duhet të ketë zgjedhje. Për arsye se ajo është një periudhë 3 mujore para zgjedhjeve dhe 3 mujore mbas zgjedhjeve, llogaritmi diku në 6 muaj ka stagnim në funksionimin e institucioneve shtetërore, edhe pse de jure ato edhe de facto funksionojnë, mirë po e dim se pa ekzekutivin e kyçun shumë në proces, çdo ndërprerje shkakton një gap, një zbrastir funksionimi në institucionet caktuara, kështu që nuk e shoh të arsyeshme që si vjet të iniciojnë zgjedhjet parakohshme. Edhe pse ne si parti politike jemi të gatshëm, domethënë ne këtë kemi dëshmuar edhe më herët kur ka pas këso lloj deklaratash publike, qoftë nga pozita nga opozita, se mund të ketë zgjedhje të parakohshme, po gjithmonë mund të ketë zgjedhje. Unë e bëj dallimin mes mund të ketë dhe a ka nevojë që të ketë, dhe rezultati i zgjedhjeve të kaluara, fakti se ne udhëheqim me 9 komuna shqiptare, bile me komunat kryesore të cilët kanë ndikimin më të madh në zgjedhjet parlamentare, mendoj se edhe veprimtaria jonë, të cilën e kemi për 2 vitet e fundit, mendoj se ne na jep një lloj sigurie se zgjedhjet e ardhshme parlamentare kur do të qofshin të unifikuar si vlen me gjithë këtë sukses të cilin e kemi pas në periudhën 2 vjeçare, mendoj se do të ketë rezultat pozitive dhe nuk na frigon as pak fakti se mund të ketë zgjedhje të parakohshme. Nuk ka nevojë për shkak të qytetarëve, por ne jemi të gatshëm. Duke pas parasysh elektrizimin që u bë kohë në fundit me studentët, duke u diskutuar shumë çështja e gjuhës, është zyrtare, nuk është zyrtare, përfaqësimi i drejtë edhe kështu me radhë. A mendoni se është në pozitë më të mirë tek perceptimi i qytetarëve vlen për të shkuar në zgjedhjet parakohshme, sidomos në këtë periudhë? Ktu do ta jap përgjigje me një pyetje të shkurtë. Çka ndryshoi në ligjet ekzistuese që sot nuk bën e dje ishte më mirë? Ata ju do ta tregoni. A keni ndryshuar diçka? Asgjë. Bile, ku ka mund, është avansu sa ka mund. Mirë po nuk ka asnjë ndryshim për stagnim apo për degradim të gjuhës shqipe. Kështu që e gjithë kjo propagandë që zhvillohet, për fat keq, unë e shoh se opozita nuk ka ndonjë temë të mirëfillt me të cilën do duhet të merret, ndoshta riorganizim të brendshëm që nuk arritën ta bëjnë brenda vetes, dhe mungesa e një agjende tjetër, temat e ndjeshme si gjuha shqipe, e cila argumentet janë të këtilla. Domethënë, asgjë nuk ka ndryshuar për të keq, që sot jetë më keq se sa dje. Me çka do thoni se është bërë më mirë për çfarë në aspektin ekonomik?
miratim, aprovim ligjeve, projekteve, investimeve. Do ta jap një definicion, do ta jap. Për shkak se flasim hipotetikisht, nëse të kishte zgjedhje lokale, të parakohshme parlamentare, me çfarë duhet bindën qytetarët që përsëri ta mbështesin vlerën. Kështu. Në disa sfera kemi përmirësim të gjendjes të institucioneve shqiptare apo të vendbanimeve ku jetojnë shqiptarët. Për shembull, kështu themi, për 700%, tash e rumbullaksoj numrin, nuk kam numër të saktë fiks, por për 700% investimet në komunat shqiptare janë më të mëdha në krahasim, tash flasim për periudhë 2 vjeçare, ose me efikasitet 1 vjeçar, për arsye se 6 muajt e para derisa u realizuan thirrjet, dhe tash në këtë periudhë derisa realizohen punimet në teren, për 700% janë më të mëdhaja investimet në komuna shqiptare në krahasim me 20 vjeçarin e mëhershëm. Një vit është 7 herë më efikas se sa 20 vjeçari mesatare që është realizuar në të kaluar. Në arsim, pothuajse 40 milion euro investohet në universitet, të cilën de facto, de jure e dim në krejt se udhëheqin shqiptarët. Kur i kthehemi të dhanave në të kaluarën, ju keni pas në universitet shtetëror shqiptar 0 euro për zhvillimin e ulëmtimeve shkencore keni pas. 0 euro. Cila është perspektiva? Kjo është vetëm aspekti ekonomik. Mos të futem në detaje për institucionet ndryshme, për shkollat, për ngritjen e rrogave të arsimtarëve, të mjekëve, kështu me radhë. Është përmirësu përfaqësimi i shqiptarëve në institucionet shtetërore. Nga 22.3% sa e kemi has ne, në mungesë të instrumenteve në të cilat ato thirren dhe vajtojnë për një instrument të cilin e kanë hjek nga balancusin, të cilin ata vete hoqën nga përdorimi, ne kemi përmirësim në 22.8%. 0.5% është rritë përfaqësimi i shqiptarëve në mungesë të instrumentit. Dhe tani kemi ligj për përfaqësim drejt dhe adekuat, i cili do të jetë garancë se kjo tempo e përmirësimit gjendjes shqiptarëve në institucionet shtetërore do të rritet. Për disa tema mund të flas se është më mirë se sa më herët. Mirë po, unë e kuptoj se propaganda është arma e tyre më e fortë, edhe ashtu kanë udhëhequr në të kaluarën. Duke propagandu se gjithçka u bë e gjelbërt, nuk arritëm. Ndoshta ta shohim fushatën kur do të bëhej fushata roz, agenda roz e qeverisë atëhershme. Kështu që për çdo temë ne mund të flasim më gjerë, më gjatë, me argumente se pse sot është më mirë se dje. Po, nëse në emisionet e radhës të flasim konkretisht edhe për projekte dhe besoj që do të jetë shumë shpejt ajo. Dua të kthehemi aty ku ja nisëm sepse koha po na kalon shpejt, bile më shpejt se që kisha menduar. Tek mesazhet që duhet t'i japim qytetarëve për kongresin i cili duhet mbahet më 9 maj, para se të shkojmë pas edhe te tema e fundit që unë mendoj se duhet ta trajtojmë shumë shkurt dhe ta përmbyllim me këta. 3 ditë, 4, të jemi më konkret, do të jetë ajo që finalizohet. Çka do të ndodhe në 10 maj, pasi që të bëhet kongresi. Dua të përfundojmë aty ku e nisëm që ata janë pak më interesante edhe për ndjekësit tonë. 9 maj bëhet kongresi, zgjidhen organet dhe strukturat, cila do të jetë aktiviteti i parë që mund të merret, që të dallohet që diçka e madhe me vërtet ndodhi nga udhëheqësit e vlenit. Do të thonë kështu, fillojmë pas asaj fillojmë menjëherë me ngritjen e strukturave, me komunikimin me strukturat tona, gjithandej, për arsye se e dini, tash është kongres themelues i vlenit dhe pastaj fillojmë komunikimin me strukturat brenda dhe kemi paralajmërime se do të ketë ardhje shumë kyçen strukturave të reja, strukturat të mbështetësve të ri, po të antarëve, rritja e antarësisë në Vlen, për arsye se vërtet ky skepticizmi se dy shqiptarë nuk mund bashkohen dhe propaganda të cilën opozita e ka zhvilluar gjithkohës
se nuk do të mund të funksionojnë bashkë, 9 maj, unifikimi i Vlenit do të jetë një dëshmi se është një realitet i ri. Dhe kjo do të jetë motiv për kyçjen e shumë strukturave të reja në organizimin e Vlenit. Dhe pastaj vazhdojmë me natyrisht ato obligimet të cilat i kemi në ekzekutiv, ato do të vazhdojnë, nuk do të ketë asnjë ngecje apo ndonjë ndryshim. Përgatitemi për ndryshimin e rekonstruimit të qeverisë dhe mbas asaj veçma formimin e forumit rinor, forumin e gruas. Unë besoj se periudha verore do të na kalojmë në komunikim me diasporën e cila presim të na vije në vendin tonë. Dhe prej shtatore të tjerë veçma fillojmë me riorganizimin e strukturave brenda nën deg e kështu me radhë. Dhe pyetja ose çështja e fundit që dua ta trajtoj, ju e dini, unë bisedova edhe në briefingun me mediat, me përfaqësuesit e Vlenit, domethënë që ishte, a kishte koordinim dhe si ju e vlerësoni edhe si Bekim Sali, edhe si zëvendës kryeministër i parë, edhe si një nga përfaqësuesit e Vlenit, çështja që ndodhi me ta shpjedhon, po e them, informacionin që buroi në media të ministrit të jashtëm të Shqipërisë, Dhejt Ferit Hoxha, ku përdori një term jo të përshtatshëm. Supozohet që ka përdorur, domethënë, term jo të përshtatshëm për shqiptarët dhe takimin me zotin Mexhiti. Tash ashtu siç e cekët, supozojmë se ka qenë lajm i vërtet. Ndoshta do duhet të publikisht të sqarohet ministri, për arsye se mund të ndodhin këso lloj fake news, propagande errët ndaj ndonjë individi në rrethana të caktuara, ne gjithë kemi qenë edhe në të kaluarën pre ndonjë propagande të sot caktuar. në rrjetet sociale është edhe më Gjithçka është e mundur. Bile tash veçma me zhvillimin e teknologjisë edhe mund të bëhen edhe video edhe ndoshta edhe incizime të figurojnë në rrjetet sociale si dikush e ka shqiptu këtë, po ndoshta një deklarim publik do të ishte mjaftueshëm, po sido që të jetë komunikimi do të jetë i vazhdueshëm, për arsye se kur ndodhin këso situata do të ketë komunikim. Nëse nuk ka komunikim, pranojmë fajin se ka ndodhur diçka. Dhe vlerësoj se ky takim ka qenë i frytshëm për mbajtjen e tempos dhe raporteve të mira me qeverinë shqiptare. Natyrisht ne kemi komunikim me gjithë ekzekutivin i cili ministra, kryetar shteti nga Shqipëria, të cilët e vizitojmë vendin tonë dhe ne i mirëpresim, kemi pas takime dhe mundohemi të koordinojmë, të bashkëveprojmë në krijimin e politikave tona. Dhe shoh si hap pozitiv, domethënë, nuk është diçka që ka sjell dëm, po besoj se do duhet një thjesht a është diçka që unë e kisha bërë nesër, po një sqarim publik se kjo situatë ka ndodhur kështu dhe natyrisht takimi është diçka tjetër, domethënë takimi është i arsyeshëm, është i nevojshëm, do të jetë në gjitha nivelet. Besoj se në të ardhmen do të intensifikohen raportet, takimet dhe komunikimet, kështu që është për të mirën e gjithëve. Për në fund mesazhi për qytetarët në prag të themelimit të Vlenit. Po ose në mesazhet ju vlerësoj se do t'ua jepni gjithë qytetarëve këto. Po e lë dorën tuaj, jo. Besoj se brenda kësaj kohe derisa diskutuam dham kaluam 45 minutë që mendoj. Mesazhet mjaftueshme për qytetarët, unë besoj se qytetarët do ta pranojnë mesazhin e Vlenit. Tash nëse i kthehemi temës Vlen, mesazhi i Vlenit është unifikimi, do të sjellë padyshim sukses. Dhe kështu të jemi të unifikuar edhe në sferat ndryshme, domethënë qoftë ajo arsimi, qoftë kultura, sporti, ekonomia e kështu me radhë, për arsye se nëse politikanët kanë arrit në nivelin që të bashkohen për të komunikuar një zëri, unë mendoj se në çdo sferë mund të komunikohet një zëri dhe të kemi produktivitet më të madh. Natyrisht e kuptojmë ne se jo gjithçka mund të bashkohet, jo me çdo kusht, por për hir të një caktimi, një qëllimi më të madh, më të lartë. Vleni do të jetë në shërbimin e tyre, gjithmonë 24/7 funksionojmë me gjitha strukturat edhe partijake, po edhe jashtë partive, me institucionet, në shërbim të qytetarëve, qoftë në shëndetësi apo në sferat e tjera. Zoti kryeministër, atëherë, zëvendës kryeministër i parë, faleminderit
dhe sa unë kam kënaqësi që ishit këtu, besoj që më interesante ishte të flasim më shumë rreth vlenit, sepse ajo është tema më aktuale për momentin. Besoj që emisionin e radhës të flasim për tema më konkrete, ose të bëjmë emision tematiko të flasim për çështje më të caktuara. Unë edhe një herë ju falenderoj dhe shpresoj që të jemi përsëri së shpejti në këtë. Gjithashtu ju falenderoj për ftesën dhe hapësirën të cilët na jepni dhe për ndjekjen e çdo veprimi të cilin e bëjmë ne. Edhe kur gabojmë, nga ju i marrim lajmet e para dhe ajo kontribon që shumë shpejt të përmirësojmë gabimet tona, për arsye se gabimet jo gjithmonë janë të qëllimshme apo me vetdije, ndodhin situata ku ka keq kuptime kështu me radhë, por ju falenderoj për komunikimin e vazhdueshëm të cilin e kemi dhe gjithmonë do të jemi hapur për çdo ftesë të cilën do të më adreson. Faleminderit. Ne të paktën si ora 24 do të vazhdojmë të jemi edhe më aktiv se nga ajo që kemi vërtetë tani, do ta ndjekim punën tuaj dhe ku është ajo për të lavdëruar, për të treguar se është e mirë dhe ku është për të kritikuar, gjithsesi do të kritikojmë jo vetëm juve personalisht, jo vetëm Blenin, por gjithë institucionet dhe gjithë ato që krijojnë politika dhe duhet të punojnë në interes të qytetarëve. Faleminderit edhe një herë dhe mirupafshim në rastet e tjera. Ndërsa juve shikues ndërroj, ju falenderoj që na ndoqët dhe shihemi së bashku në podiumin e radhës.